Këto janë problematikat e sistemit dhe të formulës së ndarjes së mandateve, e cila nuk është një përgjigje dhe një llogaritje direkt matematikore në bazë të numrit të votave, por është një formulë e cila i merr mandatet në bazë të edhe të fraksioneve rajonale të votave, edhe në bazë të pjesëmarrësve të cilët partive që janë pjesëmarrëse në garë. E tham edhe herën e kaluar këtë gjë dhe po të shihni, diskutohet shumë pak, por shumë mirë që po e diskutojmë. Siç e tham, jo vetëm në vitin 2021, por edhe në vitin 2017, Partia Socialiste ka patur pak a shumë të njëjtin numër votash që ka marrë dhe sot. Pra, nuk është se është rritur në numër votash dhe ndaj është rritur në mandate. Formula e ka bërë të mundur që për shkak të disa mekanizmave të tjerë ka një numër shumë të lartë mandatesh. Një fraksionimi i opozitës në partitë të vogla. Formula dhe skema që ja ka dhënë PD-ja, se është propozimi i PD-s. Me të cilin kanë rënë dakord kur bë marrëveshja e ndryshimeve në kodin zgjedhor. Edhe në vitin 2008, por edhe në vitin 2024. Edhe tani para zgjedhjeve 2025. Pikërisht që mund të kishte një shans për të rishikuar këtë marrëveshje. Është interesante po të shohim se flasim edhe për fraksionimin e votës nga derivatet, le të themi lëvizjet që ishin derivatet Partisë Demokratike dhe nga lëvizjet e reja. Të gjitha bashkë, në një farë mënyre, me një llogari shumë të shpejtë që kanë bërë, mos jetë fare sakt, janë diku te 145.000 vota.